Dian Koka, kolegu im gazetar, Genc Burimi, gazetari i Radio Francës, mirë se më erdhët. Pres vetëm pas pak edhe të moralizotin drejtuesin politik të fushatës Partisë Demokratike në Elbasan. Nisim menjëherë me temat. Klodi, se me Bledin Çoç edhe takohemi në korridore, po nuk di opinionin tënd ende deri më tani si po të duket ecuria e fushatës. Para kemi fushat që ka dy anë të kundërta. Kemi opozitën e cila po paraqet një program, po përpiqet dhe ka fokusuar gjithë fushatën e saj tek reformat apo politikat ekonomike që ajo do të ndryshoj dhe do të hartoj nëse merr qeverinë. Dhe kemi fushatën tjetër të majorancës e cila nisi me një bllok të madh me pasaportën europiane, që u faktua shumë shpejt dhe i doli boja shumë shpejt që ishte bllaf, dhe tani vazhdon me tallava, madje e dëgjuat sot kryeministrin që thoshte gjysma e burrave nuk janë normal, e tjerë pra gratë dy gërsuara janë me ne, një fyrje ndaj votuesve që unë nuk e kuptoj se si mund ta bëj një politikan, një kandidat në këtë rast një kandidat për kryeministër që mban postin e kryeministrit, sepse unë mbaj mend zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës kur Mitt Romney kandidonte përballë Obamës, aty i shpëtoi një fjali për 47% të familjave amerikane që nuk paguonin tatimi të ardhurat për shkak të progresivitetit taksës dhe përjashtimet, dhe ajo fjali humbi zgjedhjet dhe ishte një e vërtet, pra tha një të vërtet. Tani si mund dalësh dhe të thuash gjysmës së shqiptarëve ose gjysmës së burrave shqiptar që ju nuk jeni normal dhe njëherë duronin Velia kur e thoshte zdromsa, tani duhet durojnë Edi Ramën që thotë Shurik, i cili është edhe një përcaktim që nga pikpamja etike mandej është diskutim më vete. Meqense sollen vëmendje, është lajmi i orës fundit. E ndjekim pak të deklaratë të Ramës.